Ena është lindë në Sarajev, nonën e ka bosnjake që ka gjallë, që jeton në Istok, me biemrin Kamberovic. Nuk po du me besu që zoti kryeministri ka najsen me këto. Është Goran, në KQZ kemi marrë këtë listë. Në duar përmbahen disa dokumente. E njërën nga to e ka dorëzuar në Gjykatën Supreme të Kosovës për ankesë. Kryetari i subjektit politik bosnjak Koalicija këtë Rasim Demiri e vlerëson si politik vendimin e panelit zgjedhor për parashtresa dhe ankesa që të mos e certifikoj Ena Krasniqin si kandidate për deputete bosnjake. Na kemi dorëzuar krejt dokumenta si për komisioni për certifikim, që na ka kërkuar prej Enes. Ena është lindë në Sarajev, nonën e ka bosnjake që ka gjallë, që jeton në Istok, me biemrin Kamberovic, e ka letër njoftimin, edhe Ena në fund ka dhënë deklarat që është komuniteti bosnjak. Tash, dikush po don me politizu. Demiri thot se ardhja e Enës në partinë e tij erdhi rastësisht dhe jo me kërkesë të kryeministrit në detyrë Albin Kurti apo presidentes së vendit, Vjosa Osmanit. Që s'ka lidhje as Albin Kurti si kryeministër, as presidentja që ka përmend edhe Vjosën Osmanin, as motrën e saj Donika, do të s'kan lidhje. Une me Enën rasisht jemi taku, rasisht kemi fol, kur e kom qenë unë drejtor për punë dhe mi qenë në Prizren, ka thirrë për një femër kështu, e ka nisë me fol shqip, tani e ka pa që une nuk e di shqip, mirë ka vazhdu ajo me fol boshnakisht. Kur e ka nisë me fol boshnakisht, ajo ka nisë me fol ma mirë se na që po flasim, edhe une, edhe Dude, edhe Milia. A i thot se raste sikur Ena ka dhe në partinë e deputetës bosnjake Duda Balje. Për këtë a i thot se ka dhe fakte. Do thot, qure që po bon Duda, qushe ka manipulu, se ajo shumë mirë po kupton që Eldini s'ka lidhje me komunitetin bosnjak. Në anën tjetër e kanë krejt këtë çështje për Enën që kemi ditë, edhe Duda, edhe Emilia, edhe unë, motra e saj, Donika, që ka nonën bosnjak. Tash, që kemi të Dudin? Një argument. Regjistrimi i fundit, kur ka qenë tash, Komuna Dragash, fshati Baçka, Qurni vetë, asni bosnjak, zero. Do thot krejt janë Goran. Por kryetarja Bashkimit Social-Demokrat Duda Balje thot se le të ankohen edhe për kandidatët e saj nëse mendojnë se ka shkelje. Sot jemi na bosnjak, nesër ka me qenë dikush prej Roma Shkali Egjiptian, do më thonë një komuniteti tjerë, do më thonë është shumë lehtë masa ne me manipulu, do më thonë unë jam të folë mirë gjuha bosnjake, kam lidhë në Sarajev, e që ta shumë e kam e bo gjdo gjë. Se nuk është okej, nuk është rregull, motra e zonja Enës Donika të regjistru vetën si shqiptare o të folë shumë haptas për to, edhe vërtet, do më thonë, nuk është okej. Nuk është okej sepse zonja Ena është një emër pa njohshëm për komuniteti bosnjak. Vërtet pa njohshëm, do më thonë, me asë një aktivitet serios për neve, me asë një deklarat për bosnjak, asë një herë nuk ka folë publikisht bilen në gjuha bosnjake. Balje thot se me këtë logjik si pasoj antikushtetuese, po shkelen të drejtat e minoriteteve në Kosovë. Se nuk kanë reagu deri tash. Zotri Eldin është qeran e tretë në listën, ka qenë zaves ministër, do më thonë ka punu shumë sinqert, shumë haptas, do më thonë nuk kanë reagu deri tash. Që na për shembull për zonjën Enën me njerë kemi reagu, me njëherë. Ta është vërtet se zotri Rasim në lista nuk ka vetë zonja Ena, ka edhe një grua cili ka bremi Krasniqi, edhe ka edhe një cili është Bytyqi, do më thonë komplet ka ndryshu pamje e një politika e pastër bosnjakëve në Kosovë. Ajo thot se nuk dëshiron të besoj që këto është i përfshirë edhe kryeministri në detyrë Kurti. Nuk po du me besu se zoti kryeministri ka najsen me këto. Televizioni ka provuar të marrë një qëndrim edhe nga Ena Kodaj Krasniqi, por e njëjta nuk është përgjigjur.